Lidhur me trashëgimin, pra hisen, marrjen e hisës nga babai e jo nga vëllau, janë parashtruar shumë pyetje, por njëra prej tyre ishte që mu më la përshtypje dhe tha, Zoti na rujt, unë tha nga vëllau, jo që nuk e mdu me marr hisën, po as me pas mundësi edhe i ndihmoj. Zonja që mendon kështu është normal, sepse ajo është të shqiptare, më falni, e pastaj është muslimane vetëm me emër, se jo muslimane me urdhra të Kuranit, me këshilla kuranore. Motra, jo që është e nevojshme, ka raste kur vllaun e kanë të varfër, jo që është e nevojshme me marrë diçka prej vllaut, por ka mundësi edhe t'i ndihmoj. Por na po flasim përgjithësi. Prandaj, një motër e cila e merr hisën prej vllaut, por hisën e babës, jo të vllaut, ajo e ka obligim me nda me fëmijët e saj. E jo me nda me fëmijët e vllaut saj. Zonja hisën e ka prej babës, e jo prej burrit. Sepse te burri, nëse e fiton, ndërkaq te baba e ka hak, e ka obligim me marr. Por, çka bën ajo me atë hise? Nëse e merr hisën e vet, për shembull, 50.000 euro. 5.000 euro, nuk është me rëndësi, sa të don. Ajo ka të drejtë prej asaj hisës vet me i dhënë dhurat, jo hise, prej hisës hise nuk jepet vllaut. Prandaj mundet mi dhënë vllaut prej 50.000 eurove dhurat, por ja jep një 10.000, për këto 40.000, për shembull, po e them, këto 40.000 tjera, ajo duhet me ja nda fëmijëve të vet, e jo fëmijëve të vllaut apo burrit. Por, nëse ajo e rrit pasunin, prej 40.000 e bën 100.000, dhe rrit pasunin, nëse e jepat që ato 40.000 apo tash 100.000, i jep djalit, ja blen një banese, një shtëpi, diçka tjetër, ati diçka, këto janë krejt dhurata. Sepse duhet me dallu, dhuratat jepen gjerisa je gjallë. A hisja, trashëgimia është masi të vdesish. Prandaj, prej këtyve 100.000 që i ke rrit, prej 40.000 i ke bën 100.000 euro pasunin tënde, ti duhet m'ia da fëmijëve tu. Pra, fëmijëve tu, edhe burrit, pra, kur të vdes gruaja dhe ka lënë pasuni, jo dhurata. Dhurata gjerisa o gjallë, po kur ka vdek, ka lënë një pasuni, për shembull 50.000 euro, atëherë ajo pasuni, 25.000 i takon burrit saj, masi të vdes. E 25.000 do të mi nda fëmija, vajza edhe djali, prap sipas sheriatit. Prandaj, mos u bëni shumë gjymerte dhe dorë lira, unë ja lëm vllaut. Ti fol për vete, por kemi dhënë përgjegjësi te Zoti, pse hisën tënde nuk ja ke dhënë fëmijëve tu, po ja ke dhënë vllaut, e djalit vllaut, e kuta diun, e kuta diun. Këto janë rregullat e Zotit, nuk janë të mia, unë jam këtu vetëm ju t'regu. Prandaj bëni follow, bëni like.